Në të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Gjirokastër është vënë në funksion sistemi vaditës pas rehabilitimit të rjetit të kanaleve, duke krijuar kushte më të mira për sezonin e ujitjes. Prej afro një muaj është bërë mundur rehabilitimi të gjithave kanaleve vaditëse. Çdo fermer aktualisht po vadit dhe zona më problematike që fshati Zenelaj, ku kishte një shkarje të kanalit vaditës, u siguruan tubot plastike dhe aty kryet vaditja e të gjithë parcelave të fermerëve. Sipas drejtorisë së bujqësisë, deri tani janë rehabilituar rreth 32 kilometra linear kanale vaditëse. Kemi bërë rreth 32 kilometra linear kanal vaditës. Në vendet që ka pasur për përmirësim, edhe aty është ndërhyrë qoftë me beton, qoftë edhe me tubacione. Rehabilitimi kanaleve vaditëse mbetet një nga ndërhyrjet kryesore për mbështetjen e bujqësisë në Bashkinë Gjirokastër, duke garantuar furnizim të qëndrueshëm për ujë dhe shërbim më efikas për fermerët në të gjitha njësitë administrative.